grupin parlamentar të Partisë Demokratike me 45 deputetë. Kjo është vetvrasje politike. Pse? Sepse ti do të mbash partinë si pronë private dhe personale, sepse ti nuk jeton dot pa pushtetin dhe nuk e lëshon dot atë për të hapur garën, për të hapur meritokracinë brenda partisë tënde, dhe duke e pasur, po pikërisht pra se nuk ka garë reale, Rama është komfort, sa kohë t'jetë Berisha aty, Ramën do ta kesh gjithjetën kryeministër. Kjo është e gjitha, sepse pa diskutim njerëzit do shkojnë tek pushteti, është e pritshme. Nuk ka se ka dhe një problem tjetër që tash kjo dakordësia politike që është paraqitur për reformën zgjedhore, nuk e di pse se kemi dakordësinë politike që janë po të njëjtët aktorë për reformën territoriale. Kemi dëgjuar që dakordësinë e ke vetëm për kulla aty, zonjë. Edhe për datat 29 nëntor, partitë politike iknin të dyja në datat ndryshme tek varrezat e dëshmorëve, por vetëm për kullat bin dakord. Vetëm është tani ky double standardi që kemi dakordësi politike për një reformë të rëndësishme, siç që do kemi pluripartitizëm në zgjedhjet. Për këtë dakord që t'jenë të dy ata te komisioni, se në fund ti ishe bindur ti si çdo reformë tjetër, do dalin me raport minorancë, dhe do të nuk jemi dakord. Nuk jemi dakord, do të jemi dakord. Atere, pse dhe OSB-ja tallë Menderën me shqiptarët duke thënë që zgjedhjet kishin probleme ftak e njojnë. Një sekundë se ke të shkruar. Të shkruar. OSB-ja ka 3 raporte që thotë duhet listat e hapura, duhet depolitizimi se nuk e bëjnë ka se ka fajin OSB-ja. Një ndër fragmentet që OSB-ja ka dhënë aty ka thënë mos intimidoni ditën e zgjedhjeve votuesit. Si mos? Ai e bëi mbaroi punë. Flamur Noga intimidoi me thot raporti OSB-s. Organizon zgjedhje në Shqipëri OSB-ja. OSB-ja vjen raport. Është përdorur shteti për fushat. Çdo vit ka thënë. Nëse është përdorur shteti për fushat ka pas zgjedhje. Ore çdo vit ka qenë një raport. Ka ndikuar në rezultat. Ka pasur, po s'ka pas ndikim në rezultat. S'ka pas ndikim rezultat. Do me thënë, kur vetë ti thonë do të thyej këmbët, edhe ai bën çaj thua ti, s'ka pas ndikim rezultat. Tani, a mundet që të korektojnë këto? Nëse bëhet fjalë për sistem zgjedhor, reformë zgjedhore, a mundet që të rrisim si çtote ose beja ndëshkueshmërinë, mos përdorimin e shtetit, financat e partive? Ore, po tani, a do bëjmë një gjë që do jetë e qëndrueshme, apo do ndrojmë makinë prap, do ndrojmë sistem prap? E qëndrueshme është kjo, rregullojmë këtë që kemi. OSB-ja tallet. Po nuk se sa gojnë në Europë, pak, në base kanë dëgjojnë ata. Po Erion Këshillimor është, po nuk mund të marri vendime ekzekutive ose BE-ja ka hapur kapitujt. Dhe në kapituj është edhe zgjedhja. Po, dhe janë në detyre, po e di çfarë do ndodhi. Ja ta them unë çfarë do ndodhi. Ose BE-ja, raporti i Odirit thotë, duhen listat e hapura. Do i bëjnë ta listat e hapura, do ndryshojnë formulën, do thonë 100 deputetët, do ma e ullët, do zgjidhen me lista hapur, dhe do e adresojnë raportin e Odirit. Prakun do e bëjmë 7% që partitë e vogla se ka minut më kur. Do jenë ata nga proporcionali, edhe janë mbaroj filmi, ja ekzekutuan raportin e OSB-it. Po ta bëjnë mos si të duan. Prap ju të vegjëlve ju hëngrën. Shiko, ta bëjnë mos si të duan. Problemi është që unë është mos të hanë si popull. Shiko, popullin e kanë grënë ata. Ta bëjnë mos si të duan, vendi ka nevojë dhe ata nuk e bëjnë dot sistemin që i voglit fitoj. Që do të thotë, nëse ne si shoqëri arrim të ndërtojmë një potencial politik që një forcë politike opozitare me shumicën e votave nuk ka sistem që nuk e nxjerr fitues. Ky sistem mund të jetë i dobët ose mund të jetë me elemente problematike, po ka një gjë. Ky sistem ka një problem, që të madhin e zmadhon. Kush ka më shumë vota e bën më të madh. Votimi i madh dhe ke pushtetin. Nuk bësh dot direkt i madh. Pra të heq vrullin fytyriu dhe nuk e lë aksesin që ti të ecësh, sepse ai i madh i bën më i madh. Ore sot i përsëritet zgjedhjet. Sot i përsëritet zgjedhjet. Besoj se njëri nga ju shoj një listë hapur ata të gjithë atje. Dhe ka senatorë, do ta shikojmë do presësh që Rama ta bëj sistemin për dëgjoj pak pyetje. Po? E zem sotër i bëhen prapë zgjedhje. Ti mendon se mund të fitojë Berisha zgjedhjet? Po kush po thot Berisha apo Rama zgjedhjet? Po sepse ndryshimi vjen nga opozita, tani të pëlqen ty është forca më e madhe mbas pushtetit në vend. Kështu që ajo i bie ta bëjë ndryshime. Dhe me ligj gjithmonë opozita kush ka më shumë mandate bëhet kryeminist. Nëse janë në listë hapur të gjithë, si nga PD-ja, si nga PS-ja,
këta të vjetrit, që nuk ikin nga karige që po themi ne, jo për nuk bëhet dot ai po si mori vota, po do t'i marri personale, do t'i marri personale, jo më nga partia. Dhe po janë aq të aftë. Personalisht, i marrin votat e shkojnë atje ata. Kemi që kundër. Po jo nga partia. Ma shpjegoj që këti Gerta, që shkjo puna i qiqës njerë? Qinë janë lista për 20 i ke në senat, që nuk zhjithë njëri për 6 Se kjo do bëhet? Po pra, kjo është në propozime. Në parim të dy parës, të dy eksponentët, si Rama në kongres ta e do bëjmë parlamentin me 100 deputet. Se do ketë zgjedhjet parakoshme. Jo, nuk ka mundësojmë ne. Nuk ka mundësojmë për këtë pjesë. Kur zgjedhjet janë sot, pra Se nuk e le njeri pushtetin në tavolinë. Ne zhurma dëgjuam, po krizë ose një më fati. Çështja është kështu që ideja është që do ulin një numrin e parlamentit, po unë mendoj që është çik abuzive, sepse po aty do jetë ke 140-ja. Domethënë 100 do zgjidhen nga populli drejt për drejt dhe senati do jenë katë listës mbyllur. Madhështorët. Alesia thot janë madhështorët, që Alesia ka përcaktuar edhe kush janë madhështorët. Nëse bëhet me 100 deputet ky parlamenti i ardhshëm, qa do të thotë, që partitë e vogla nuk kanë shanse fare ty në aty? Po në qoftë se ai do vë një prag, se do rritë një mandat 20.000 vota. Është t'jepe çfarë nuk ka bërë. Patroni me këtë konceptin partitë e vogla. Shiko, çdo parti aspiron të bëhet e madhe. Zgjedhjet e nxjerrin të vogla. Që do të thotë, edhe një parti e vogël nuk mund t'i qaset lojës si e vogël. Duhet t'i qaset lojës si fitimtarëse. Nuk mundet të presësh që Rama ta bëj sistemin të pëlqyeshëm për partinë tënde. Ne po themi mos të dalësh i vogël apo i madh me formulë. Po të dalësh në bazë të votave. Në bazë të votave dole i vogël apo i madh. Ajo formula që nuk ka kuptim fare që ato tepricat ja çon PS-s dhe PD dhe fiton 10 mandate Partia Socialiste. Është skandaloze. Rasti i Shqipërisë bëhet është interesant. Edhe 10 minutë problemi është që ja japun dakordsimin jo të dy, 10 minutë si bie nga 83, 73. 71 plus ai është kryeministër prap. Po do përpiqemi. E zënë ja ushim dhe këto 10 mandate. Po ja ushim. Shiko, do përpiqemi ta çojmë 13, jo 10. Problemi real është pjesa pozitarizmit në Shqipëri. Patjetër që po që ky dy luftimi mazhorancë dhe opozitë duhet të jetë shumë herë më i fortë, po okay, pra, po ajo vjet që e dhuruar le të ndahet ke këto parti të reja që hyn në garë. Patjetër, jam dakord. Mos marrin një mandate, dy mandate, po të shkojnë 3, 4, 5. Grup parlamentar për këtë duhet ta diskutojnë ekspertët dhe duhet të kalibrohet nga ekspertët. Po ja lam neve partive. Financimi i partive. Po ç'ke me financimin? Ç'i s'ke me financimin? Vetëm financimi që s'ka probleme. S'ka ngrit njëri probleme. Tani ti po bëj për financimin. Ne financuam La Civitane sollëm nga Merida këtu në partinë. Ç'ke me financat sepse këtu ka një ligj që e rregullon disi. Dhe ne nuk është problemi me, le të themi, parat e deklaruara. Problemi në fushat është me flukset kriminale dhe me parat e pa deklaruara që furnizohet. Problemi në fushat është... Këtë nuk e rregullon dot me ligj. Është financimi medjave. Ky është problemi i madh fushat, edhe ky është problem shumë i madh fushat. Absolutisht po. Ku ka fatura ka probleme, se ku s'ka fatura s'ka problem. Ky financimi medjave këtu. Këtë e rregullon nëse partitë politike janë demokratike dhe partitë që të jenë demokratike duhet të kenë bazë të shëndosh qytetarësh që i kërkojnë llogari kryetarit të tyre dhe partisë të tyre. Nëse kryetarët kur çdo qytetar të kjo ndodh mos ke gar. Mos jesh mos gar ndodh. Kjo është pyetja e mirë. Prit. Jo më ta kthejmë përgjigje. Kur çdo qytetar. Jo pra, tani bën pyetje kthejmë përgjigje vet. Ma bëri andej pyetje. Tani ja ta shpjegoj unë. 2 persona që kërkuan llogari kryetarit partisë kam qenë unë dhe zoti Sula. Zoti Sula se fitoi primaret. Po ti kishte kërkuar tër baza. E gjithë baza. Po pra, se këtu nuk ka vullnet politik. Dhe kalojmë nga që të mua. Nuk ka vullnet politik, nuk sill ndryshimin dhe nuk sill zhvillimin e shoqërisë. Bravo. Që do të thotë çdo qytetar që na shikon ne sot dhe është antar partie, do duhet që të marrë pjesë aktivisht në partinë e vet. Ti kërkoj si vjen burimet, si bëhet kandidat. Duket çfarë ty dhe mua. Po kjo është tjetër gjë më pasaj, që do të thotë në demokraci duhet të mbajë kryqin gjithë secili nga qytetarët. Nëse antarët e partive nuk e mbajnë këtë kryq që ta demokratizojnë partinë, ne do kemi gjithë fenomenet që po flasim. Jo sistem të ndryshojmë, po qellin me tokën ta bashkojmë, kjo nuk ne kemi një shoqëri të pa demokratizuar dhe çfarë ka ndodhur me PD-n nga brenda? Si e shikon ti atë?